në atë kohë. Çfarë porosish kishit ju? Ju ishit drejtues në punën tuaj. Si ishte kjo pjesë? Për isë vërtetës, në 91-92-shin, komandant grupit dhe shoqërues personal ka qenë Bedri Merari, një djalë kavajs i shkëlqyer që Gjerasi ta përgëzoi. Vite nga Fatosnano u caktua nga Komiteti Qendror i Partisë Punës, pikërisht nga Dish Xhashani për të qenë kryeminist për një periudhë shumë të vogël, që të mos kaloj pastaj nga tema në temë. Fatosnano ka qenë 5 herë kryeminist dhe gjithë jetën, gjithherë ka udhëhequr vetëm 5 vjet. Domethënë nga 91 deri në 2005 ka qenë 5 herë kryeminist. Ka fituar 3 herë zgjedhje dhe ka qenë vetëm gjithë aty ke 4,5 vjet kryeminist. E qartë. Kështu që vitet e para të punës me të, do doja të më përshkruanit. Pjesa e 91 ishte apo jo? Jo, në 92-shin, në 92-shin dhe ne ishim një grup amatorësh, edhe unë nga ato njerëz. Për të kthyer më pas në njeri unë më të rëndësishëm. Po, një njeri pasaj profesionist me shkollimet, me... Unë për isë vërtetës kam marrë dhe në Egjipt dhe në Izrael për rrugën e presidentit lartë shtetërore. Por në Izrael ju e dini shumë mirë që është shkolla numër 1 në botë për rrugën e presidentit lartë shtetërore. Megjithatë, ne fillum, domethënë, atë që pyetët dhe ju, ta shoqëroshim kryeministrin në gjithë aktivitetet e veta. E kuptoj. Do doja të më përshkruanit pak momentet deri kur Fatosnano arrestohet. Atëherë, kjo është pjesa, faleminderit për pyetjen. Shumë njerëz ndoshta edhe kanë afshkalu. Fatosnano filloi në 22 mars 1992, që dinë gjithë shqiptarët, fitoi Partia Demokratike. Dhe ambasadori i Shqipërisë, ambasadori amerikan në Shqipëri ka qenë Rajson. Dhe nga 22 marsi deri në qershor, në qershor u bën zgjedhjet e përgjithshme lokale. Është shumë domethënëse kjo. Dhe në zgjedhjet e përgjithshme lokale për bashkitë, Fatosnano, që Partia Socialiste me krye Fatosnano fitoi mbi 50% të bashkive. Dhe nga burimet e mia dhe nga gjërat që unë njoh, edhe që i di, Rajsoni tha futeni në burg, i tha Sali Berisë se ju mori pushtet. Janë të dokumentuar, nuk ka asnjë analist, asnjëri që nuk e beson këtë, sepse unë kam qenë afër dhe i di shumë gjëra. Ju ku ndodheshin në momentin që u arrestua Fatosnano? Me Fatosnano. Ishit me të. Si ishte ai moment? Ma përshkruani pak. Fatosnano mori një turne në gjithë jugun, shkoi në Pogradec, në gjithë fshatet e Pogradesit, pastaj u kthye të nesër në Tiranë, shkuam në gjithë veriun, domethënë duke Tropoj, Kuk, Spuk, Marsit Madhe, dhe kur vim Tiranë të nesër, ka qenë nuk e di, po qershori me zgjedhor 13, nuk e di datin, bëri një konferencë me gjithë, në një takim me gjithë strukturat e Partisë Socialiste ke Institutit Lartë të Arteve, dhe në orën 12 e thërriti prokuroria e përgjithshme, Arben ka qenë 2 prokuror, nuk dua t'i përmend emrin, i di shumë mirë dhe e morën për pyetje dhe arrestuan, është arrestimi më flagrant. Dhe çfarë thonë që arrestuan Iri Metën apo Erion Velin, janë skandaloze para arrestimit të Fatostanos. E kanë thridhen për pyetje, Genzio Kutaj dhe kompania që është sot atje, Arben Qeleshi, se tani më kujtojnë, dhe arrestuan e çuan në burg. Si e përjetoi ai atë moment dhe a kishit ju ndonjë komunikim gjatë kohës që ishte në burg? Fatostano ishte përgatitur nga burime, jo nga burime, po unë që i shërbesha dhe miqtë e mi dhe gjithë ne që shërbesha, ishte përgatitur që një ditë do arrestote nga këto klanet që ishte, sepse ai çdo ditë bëte stërvitje në shtëpi për t'i përballuar burgut. Çdo ditë. Po juve ja u kishte parashtruar një gjë? Jo, po ne ndjeshim normalisht duke punuar me një njeri, duke ne me ty për ditë unë shoh çfarë do bësh dhe si trajtojnë në burg Fatosnano? Nga ajo çka dëgjonit ju nga familja, nga familjarët, në mënyrë nga ajo çka përcillte ai? Me lejonit i përshëndes gjithë ata gardian burgu që ka qenë në kohën e Fatostanos, që i kanë shërbyer në mënyrë shembullore. Në mënyrën shembullore për arsye sepse e dishin që Fatostano nuk ishte asaj dut, as kriminal, po ishte një njeri me shpirt të madh. Si mbante kontaktet me familjen në atë kohë? Këta konte, kush lejohej? Shkote familja. Familja, avukati, 2 avukatët Gim Tirana dhe Preparim Sanxhaku, miqë shok, plot. Fatostan nuk i mungon të asnjë gjë. Po vetë familja, sepse ju gjatë kohës që shefi juaj, apo jo,
ishte në qeli, ju ishit në detyrë për familjen, apo jo? Si ishte ajo periudhë për ju? Çfarë bëni? Për shembull shumë herë shkosha ke familja, ke babai, ke Ahmet pas, ke familja, ke vajza, ke djali, ke ish bashkëshortja gjia. Me qa kishë mundësi do më thënë me indimu, me i net avër. E kuptoj. Zotri Agolli, çfarë thonte Fatos Nano për Berishën? E kanë fjalën jo për ato deklarata publike,